në maratonën rinore të shkollës Mahir Domi. Ura! Jemi të lumtur që ndodhemi këtë sonte për të ndarë me ju një mbrëmje të frymshme. Një mbrëmje plot emocion, gjallëri dhe mbi të gjitha plot energji rinore. Ne jetojmë në një botë që kërkon të rritemi shpesh, shumë shpejt, me seriozitet, por mendojmë jetojmë në një botë që shpesh kërkon të rritemi shpejt, jemi serioz, mendojmë të ardhmen ka ndalur. Por sot, le të ndalemi për pak. Le të jetojmë të tashme. Le të bëhemi ne të rinj, rebel, të papërmbajtshëm, të lirë dhe gjithmonë plot me surpriza. Çdo artist që do hipi nga të dy anët e skenës është një i ri, i cili ka zgjedhur që ta shtrëngojë veten me anë të artit. Disa prej tyre do t'ju bëjnë të hyni në rrymë, disa të tjerë do t'ju bëjnë të sheshtë. Por diçka është e sigurt, që mesazhi që ne duam të përcjellim është që rinia nuk është vetëm forca e të ardhmes, por rinia është dhe forca e të tashmes. Ndaj, ju ftojmë të bëni pjesë e këtij rrugtimi magjik. Jo si spektator të thjeshtë, por si mbështetës, si duartrokitës, si bashkëpunëtar në këtë rrugtim që do të zjas deri në notat e fundit të muzikës, deri në buzëqeshjen e fundit të aktorëve, deri në hapet e fundit të vërsimit. Rinia flet. Rinia guxon. Rinia performon. Dhe këtë e bën më bukur se kur çdo tjetër vetëm të rinjtë e gjimnazit Mahir Domi. Do t'jetë një ëndër për secilin prej nesh që është në skenë. Do t'jetë një ëndër në këtë natë të bukur pranvere, ku lulet më të bukura jemi ne. Kjo mbrëmje magjike u hap nga nxënësja e Mariana Papa, e cila ishte dhe fituese e çmimit të parë në kategorinë e këngës në maratonën e vitit të kaluar. Do të ftojmë tani në skenë